Konsumatorët që shkyqen nga rrjeti për shkak të mospagesës së faturave të energjisë elektrike do të përballen me një kostoshtesë nga një shtatori, pasi përveç tarifës së shkyqjes do të paguajnë edhe tarifën e rikyqjes. Tarifa për konsumatorët shtëpiak është 17 euro për shkyqje, ndërkohë Kesko nuk ka bërë të ditur se sa është tarifa e rikyqjes as për konsumatorët e anvistrisë e as për ata komercial. Zëres sqaron se këto tarifa nuk përfshihen në tarifat e rregullta të energjisë elektrike, pasi kanë për qëllim të mbulojnë kostot operative të kompanisë për realizimin e shkyqjes dhe të rikyqjes. Zbatimi i një tarife të dytë nga Kesko, një për shkyqje dhe një tjetër për rikyqje, rrit rrezikun që shumë konsumatorë të rrymës të dëmtohen financiarisht në mungesë të informatave për detajet e mënyrës së pagesës. Sipas rregullit të Keskos, në qoftë se një faturë nuk paguhet në tërësi saktësisht nëse fatura fundit konsumatori ka mbetur borxh edhe për ndonjë vlerë shumë të ulët, kjo llogaritet si faturë pa paguar dhe mund të vijë deri të shkyqja pa dijeninë e konsumatorit. Prandaj konsumatorët borxhlin duhet pasur kujdes me rastin e pagesës së shlyerjes së borxhit. Duhet thjesht të jenë të saktë që të përmbushin këtë rregull për të shmangur taksën e rikyqjes.